edhe sekreti i aktivitetit tonë, edhe i angazhimit tonë, edhe i qasjes besimtarëve ndaj agjerimit, jo vetëm ndaj agjerimit, por ndaj gjithë muajit bekuar të Ramazanit me gjitha agjerimet e lloj-llojshme që i ngërthen në vete ky muaj i bekuar. Kur besimtarët ta kenë këtë qasje dhe ta kuptojnë se kjo shans nuk vjen më. Vetëm t'i kthehemi ajeteve kuranore, gjithë njerëzimi janë pishman nga e kaluara e vet. Edhe banorët e xhenemit do të jenë pishman nga e kaluara e vet. Andaj Allahu subhanahu thotë në Kur'an, ata do të thonë ja lejtena nuraddu fa na'mal ghayra alladhi kunna na'mal. Edhe xhenemi do të thonë, sikur se Allahu na kishte dhënë një shans të kthehemi në tokë e të bëjmë vepra ndryshe nga ato që i kemi bërë më parë. Dhe kjo është natyrshmëria e njeriut, gjithnjë thotë sikur edhe njerë. Allah i përgënjeshton. Wala uruddu la adu ila manuhan. Do të se kthehen, do të kthehen përsëri me avazin e vjetër. Se këto e kanë gënjur vetveten, e kanë mashtruar vetveten. Andaj besimtari nuk ja lën vetvetes me ran këtë grack. Se andaj thon dietarët e teswifu qatil. Hajse bot, fjala hajse bot është shkatruese. E shkatron njeriun. Ja shkatron moralin, ja shkatron fein, ja shkatron familjen, çdo send. Po njeriu thotë do ta bëj. E bona, fillova, bismillah thot, edhe e bona. Andaj sa nuk na ka ndodhur neve ajo, përderisa jemi në vete, e shohim se jemi zgjum me shëndet dhe mirë. E rendit thotë që na të marrim mësim. Nga ai mësim, atë mësim ta e materializojmë praktikisht. Duke reflektu në vetveten tonë, në adhurimin tonë, në sjelljen tonë, moralin tonë, dhe duke u mundu që qasja jonë ndaj këtij muaji bekuar të Ramazanit të jetë si një Ramazan i fundit. Nëse nuk është si një Ramazan i fundit, se njerëzit kanë edhe ymyt efendi, ajo është iria më ne. Spaku ta kemi qasën si një Ramazan, që këtë Ramazan pas ka dita me fitu xhenetin. Me fitu amnistin vjetore. Amnistin vjetore. E që në disa rivajete çdo natë fitohet ajo, disa rivajete natën e 4, disa rivajete në fund të Ramazanit. Në përgjithësi çka është? Në këtë treg s'ka kush humb. Secili që ka hyj aty, s'ka kush nuk fiton. Secili ka shansën me fitu. Shasha, ti sot, a unë nesër, a fut Ramazanit, a fillim në mes, u bur, hin për vjeli kraut, fillo me marrë diçka, dhe trajtoje këtë Ramazan si një shans të fundit, si treni i fundit që të ka ardhur para kohëve të është ndal, edhe të hajde hip edhe fita. Kjo është ndoshta gratë kanë si bin shumë nga besimtarët, thonë këtë Ramazan ta shfrytëzoj. Kur fillon Ramazani, pastaj tash është vetëm fillimi, prit takës nxena. Pakës. I kalon mesi, edhe thota 10 e fundit, edhe 10 e fundit kalon, edhe ai nuk ka hip taj treni çka e përmend atje. Edhe kjo praktikisht na ndodh, na dytë jemi imama e dimat, që në ditën e parë, ditën e dytë të Ramazanit tretën, nuk i nxen xhamia xhamatin. Pastaj kemi një reflektim tjetër, që rakatet e para është të mbushet xhamia, pastaj nga fundi fillojnë demek me thonë kënaqëm të fal ballke edhe një pjesë dalin. E pastaj vetëm se me pas javës parë, java e dytë dhe tretë më bosh, apet ka fundi, atë i kemi, do thotë, që kanë ardhur trenin e fundit me kap, ama realisht edhe trenin e fundit shejtani i mashtron edhe ju ban gracka dhe i thot haj se ki natën e 4 ki vakt, në fund edhe se natën e fundit është. Netet tek do t'i falmi, pastaj tek mëse natën 25, 27, 29, pastaj vetë tajt 27. E pastaj marrin në rivajetin se natën e fundit Ramazanit, në natën e Arifës, natën e Bajramit, Allah do të t'i fal njerëzit. Jo mulxhevaj si. Allahu nuk kjo qasja është e gabuar se besimtari nuk i bën padrejtësi askujt. Kjo qasja është dallash. Nuk e ka domethënë logjike në këtë mënyrë besimtari. Andaj qasja shumë me vend e përmendet, qasja e besimtarit reale do të më qenë se nota e parë e tij dhe nota e fundit e tij do të më qenë barabar në intensivitet në adhurime. Me namaz, me agjerim, me Kur'an, me iftare, me vizita, me ligjërata, me aktivitete, me hatme, do të më qenë ai me sadaka, me gjitha adhurimet dhe llojdëshmëritë në vete që i ngërthen ky muaj i bekuar. Kur ta kemi, dhe kjo është alamet kanë thonë dietarët, shenjë.
Se Allah e ka pranu dikujt. Kur ta ketë fillimin dhe mbarimin barabar. Edhe kur ta vazhdon dhe jashtë Ramazanit, ajo mo detyrimisht ajo është njeri i cili i ka kalu filtrat. I ka kalu filtrat ai. Edhe ka dëshmu vetën, pastaj letë ka me vazhdu. Andaj dietarët e kanë përmend se nga alametet e mira të një agjëruesi është kontinuiteti i tij në adhurime gjatë muajit bekuar të Ramazanit. Nuk ka disbalans në aktivitete, fillim, mes dhe fond.